edhe qëtash Mitrovic, në vështre, dje kem prizeren, të në nolë, a bon një foto. Unë i thëmë njerëzve, shumë i thjeshtë, unë e kërkushis jo. Amo foto mundu me bo, pa problem, amo me këty mundu të notën, i thëmë, spritojmë. E qashto, këtu ma shumë më përkrojnë këtu se diaspore. Ti je Mr. Smile, po a ka ndonjë ditë që thjesht nuk të buzëqeshet, ose nuk ke motiv fare? Që janë njësë me kesh. Ko, normal. Amo kërqyët njeri, me mendim pozitiv, në është të shkon krejt dita qështë. Mu më shkon krejt dita qështë. I kom gajle si krejtna, po, amo, s'kan shansë, qashtë. Edhe, qështu të njete u më shkoj. Si ka fillu kjo pjesa e rrjeteve sociale, më involvu ndoshta në platformat online? Okej. Mutra jam, vloj jam, edhe une na miru me artë që s'di Sovjet. Bile sidomos vloj jam, është tepër i famshëm në Gjermani edhe në Kosovë kështu. E unë ja kom njësë që një vjetë e gjysë. Thash, atin që ka pre? Edhe unë dal, t'ja njëse me këcy pak, kalzoj qa bëj, qëfar muzike e bëj, qysh vesha, qëka dizajn, që të sene të na shqiptarët, sidomos të moshka, s'ka. Jo s'ka, për du me thonë për rallë, dhe që i kompleton krejt që të sene. Qaj është? E ka dhejës, edhe me do klipa tepër fani, si dija keni po me qatë Zojen. Kom një shoqe, ajo ka, shoqe ngusht është, 85 vjet i ka, ajo është Hermes, total. Aja, unë i thash, adin qka? Ajde ti qisëm që të kongë buktës, ajo është e Zoja.